Në fermën VIP gjithçka ka ndryshuar. Ditët e fundit kanë sjellë zhvillime të papritura, ku dinamika të forta kanë përmbysur rrjedhën e zakonshme të lojës. Pas eliminimit të Fabiolës, largimit të Gresës dhe hyrjes së dy vajzave, Kostana Moravës dhe Inida Gjatës, gara ka marrë një tjetër drejtim. Por pavarësisht largimeve, loja brenda fermës ka vijuar mes fermerëve të tjerë, duke ruajtur gjithmonë fokusin tek qëllimi kryesor, fitoria e çmimit të madh. Një televotim i hapur prej ditës së premte për DJ Bujakën, Mozën, Blerinën, Sarën dhe Henrin i jep mundësi publikut të shpëtojë vetëm njërin prej tyre, ndërsa 4 të tjerët do të përballen me sfidën vendimtare mbrëmjen e sotme. Ferma VIP po hyn në fazën më të rëndësishme, me emocionet dhe tensionet që rriten çdo ditë, teksa çdo konkurrent përballet jo vetëm me sfidat fizike, por edhe me ato emocionale dhe sociale. Një tjetër vendim i rëndësishëm është ai i fatit të Indrit. Pas dëmtimit të tij gjatë një loje volejbolli, fermerët kanë në dorë deri sonte në mbrëmje për të vendosur nëse ai do të vijojë ose jo lojën. Kjo pasi Indri për disa ditë nuk do të kryej dot sfidat fizike, të cilat janë një prej pikave kyçe të këtij formati. Secilit prej jush do t'i kërkohet të votojë po ose jo për qëndrimin e Indrit në garë. E ndërsa ora 21 po afron, spektakli sotëm që transmetohet live në Vision Plus, në 2 kanale të dedikuara si dhe live stream në YouTube, premton të jap zë të gjitha zhvillimeve të fundit. Po punoja në laptopin tim kur pash një hacker.